Drejtoria vendore e Policisë Shkodër njoftoi se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për dy shtetas. Konkretisht, shtetasi KG 40 vjeç dyshohet se ka vjedhur disa pajisje në banesën e shtetasit EZO 41 vjeç në lagjen Manusha Limani, ndërsa shtetasi TP 71 vjeç u procedua pasi gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme me energjisë elektrike. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori edhe për një aksident të ndodhur një ditë më parë në Velipoj. Shtetasi DG 66 vjeç duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një pemë. Si pasojë ka mbetur e dëmtuar lehtë bashkëshortja e tij, pasagjerë në automjet. Po ashtu, rreth orës 10:15 minuta në lagjen Partizani ka rënë zjarr në një godinë të vjetër ku banonte shtetasi SB rreth 80 vjeç. Si pasojë flagëve i moshuari ka pësuar djegje dhe është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të rënjes së zjarrit, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.